ne kërkojmë unitet për konstituimin e Kuvendit të Republikës së Kosovës. Pra është jashtëzakonisht e rëndësishme që të kemi unitet që ta konstituojmë Kuvendin e Republikës së Kosovës. Qytetarët e Republikës së Kosovës e kanë thënë fjalën e tyre në zgjedhjet e 9 shkurtit. Kryeministri Kurti është lideri më i votuar ndonjëherë në Republikën e Kosovës dhe lëvizja vetëvendosje sot është subjekti i parë me më së shumti vota në vend. Prandaj propozimet e tilla janë tendencë për të minimizuar vullnetin e popullit, për të shkelur atë dhe natyrisht nuk e kanë mbështetjen e lëvizjes vetëvendosje. Ata thonë qeveri e tranzicionit dhe të tjera, por qeveri tranzicionit e kemi për momentin, sepse qeveria jonë, qeveria ndërheqja apo ndërtyrë, është edhe qeveri e tranzicionit sepse e kryen punën deri në qeverinë e ardhshme. Prandaj le ti braktisin këto qëndrime të cilat janë kundër vullnetit popullit dhe tentojnë që ta minimizojnë siç thash vullnetin e popullit dhe le të kthehemi të unifikuar për ta konstituar Kuvendin e Republikës së Kosovës. Si lëvizje vetëvendosje përveç votimit të fshat edhe juve si kryekuvendare? Së pari ka pasur përpjekje 6 herë që votimi për kryetar të kuvendit të bëhet me vota të hapura. Nuk ka rezultuar i suksesshëm. Këtu e kemi edhe letrën e presidentes Osmani, e cila kërkon nga gjitha partitë politike që të kontribuojnë në konstituimin e kuvendit, pra nuk i përket vetëm lëvizjes vetëvendosje që të kontribuojnë në konstituimin e kuvendit. Ne kemi marrë për detyrë dhe përsipër që të kontribuojmë në këtë pikë. Megjithatë, nuk është përgjegjësia jona, vetëm e jona, është përgjegjësia e deputetëve të opozitës, por ata po refuzojnë që ta veç të përgjigjem në plotni pyetjes së gazetarës. Prandaj në këtë drejtim gjithçka që ka është varë nga lëvizja vetëvendosje ne e kemi adresuar, por në anën tjetër nuk ka vullnet politik që të vazhdojnë. Ndërsa votimi i mbyllur ka ardhur pas 6 dështimeve, domethënë me votim të hapur, sepse duhet të shihen të gjitha mënyrat për të konstituar kuvendin, njësoj siç ka thënë edhe gjykimi i gjykatës kushtetuese që mund të bëhet me votim të hapur, të fshehtë e kështu me radhë. Uniteta mund të arrihet në një emër tjetër, në qenë se ata po thonë se Alvina Azhir nuk është unifikuesja. Nëse dikush tjetër është, jeni ju të gatshme që t'ia lini vendin dikujt tjetër, shoqërisë vetëvendosjes? Jemi përgjigjur disa herë sa i përket kësaj, të drejtën për të propozuar kryetarin e kuvendit e ka lëvizja vetëvendosje si subjekti i parë me më së shumti vota në zgjedhje. Prandaj askush nuk mundet që të ndërhyjë në një të drejtë të një subjekti politik, sepse të drejtat kushtetuese janë mbi, si më thënë, preferencat individuale apo të subjekteve tjera politike. Ne nuk përcaktojmë emra të zëm të partive të tjera, përndryshe edhe ne mund të themi që jo për nënkryetar Kujtim Shala, por Arben Gashi. Po e përmend Arbenin me që është duke ardhur këndej, apo dikush tjetër. Prandaj mendoj që duhet t'i braktisin qëndrimet e tjera. Faleminderit. Treguat që janë 6 tentime të hapura, mirë po ka më shumë tentime të fshehura për votim të fshehtë. Është 21 sot dhe nuk ka quorum për ta konstituar gjithsesi për ta votuar komisionin e fshehtë. Le të presim sot 4 javë prej që është dërguar një lëndë në gjykatën kushtetuese, s'kemi ende përgjigje, le ta shohim se çka thotë, më falni, gjykata kushtetuese dhe pastaj vazhdojmë. Faleminderit.